Pas aplikimeve për subvencione në bujqësi, së shpejti fermerët pritet të mësojnë se kush prej tyre është përfitues. Është kriju komisioni i cili do t'i vlerëson aplikacionet. Në këtë komision kemi ftu edhe përfaqësues të shoqërisë civile, ju kemi drejtu organizatave, kanë sjell emrat e tyre, një përfaqësues do t'jetë i shoqërisë civile në komisionin vlerësues, do t'jenë 2 përfaqësues të drejtorisë për bujqësi, një përfaqësues i drejtorisë për zhvillim ekonomik dhe një përfaqësues i drejtorisë për buxhet dhe financa. Është hera e parë që këso lloj komisionesh janë më të zgjeruara dhe janë më transparente, gjithë kjo në mënyrë që të bëjmë një përzgjedhje meritore. E sa i përket kritikave të subjekteve opozitare se subvencionet po ndahen në baza partijake, drejtori Ermeni tha se kjo nuk qëndron. Meqense na ende s'kemi fillu me nda, na ende s'kemi përcaktu, na ende s'kemi kriju lista, na nuk e di qysh kanë paragjiku këtë situatë. Për ndryshe, që t'i ikim asaj, unë e kom deklaru disa herë, mirë po e kemi futur edhe si kriter. Është hera e parë që subvencionet në komunën e Gjakovës, për flas për drejtorinë për bujqësi, do të ndahen në mënyrë proporcionale në të gjithë rajonet. Por ndryshe aktualisht në këtë sektor po punojnë intensivisht për realizimin e ditëve të agrobiznesit. Është një organizim i cili tradicionalisht ka ndodhur në Gjakovë. Në vitet e kaluara kjo është kufizu vetëm në organizimin e panelit gjellit, por fillimisht ideja ka qenë që t'jetë një organizim më i madh, që t'jetë një fest e sektorit të bujqësisë në Gjakovë, dhe ne po mundohemi që atë lloj organizimi ta kthejmë edhe këtë vit. Bëhet fjalë për organizim 2 ditor, bëhet fjalë për lomën e dritit, aty do të vendosen në mënyrë simbolike 10 deri në 12 shtande, në të cilën do të prezantohen prodhimet vendore. Në ditën e dytë, tradicionalisht organizohet paneri i gjellit në Korenic, në butësinën e Begut, në qendrën agrozooteknike Butësina e Begut në Korenic, ku parashifet të mbështeten me shpërblime, së pari të selektohen 7 racat më të mira dhe të mbështeten ato me shpërblime adekuate, si dhe të përzgjedhet gjelli më i mirë për këtë vit. Ditët e agrobiznesit do të organizohen më 23 dhe 24 maj.